Me mbrëma të dashur miq, përshëndetje të gjithëve, uroj të jeni mirë. Ishte një ditë e gjatë sot, një ditë e bukur gjithashtu, pata takimet e mia të përditshme, si gjithmonë, me strategjinë derë më derë, me strategjinë takim ballë për ballë me njerëzit, rrugic më rrugic, me ushtrinë e heshtur të lëvizjes Adheu, e cila bën një betejë të jashtëzakonshme sot me establishmentin, me kastën e vjetër e cila është në panik. Kisha takime sot me kandidatën tonë të Beratit, kisha takime me të tjerë personazh të cilët janë duke punuar në mënyrë të heshtur në terren. Jam shumë i lumtur, jam shumë i gëzuar për strategjinë që po përzgjedhin dhe po lëvizin, dhe unë dala tashmë në këtë moment që të jap një përgjigje për një lehje e cila gjatë këtyre ditëve nuk e ka marrë vëmendjen time, por tani nga që lehja po bëhet e shpeshtuar, kam dëshirë t'i kthej një përgjigje kësaj lehje të organizuar nga opozita. Lloji i lehjes, pavarësisht se lehësit ndryshojnë, lloji i lehjes në këtë moment, nga që i ka kapur paniku, kanë sajuar një lehje të tipit partitë e reja nuk do të marrin vota, partitë e reja janë të Ramës, partitë e reja është vota e djegur. Unë do ju shpjegoj se përse partitë e reja, pse vota për partitë për partinë Lëvizja Adheu, për Kreshnik Osmanin, nuk është një votë e djegur, dhe është mandat për deputetin. Këtu në Tiranë nuk ka asnjë diskutim që është mandat deputeti. Mos dëgjoni mashtruesit. Dhe unë do ju shpjegoj tani se përse kjo lehje është e pavlefshme. Pse kjo lehje që vota për Kreshnikun dhe vota për Lëvizjen Adheu, sepse lehja bëhet në kuadër të besnikërisë. Qeni si kafsh është besnike, por në momentet të caktuara, kur qeni tërbohet, ai i humb tiparet e tij si besnik dhe bëhet një kafsh e rrezikshme. Pra, në thelb, qeni është shumë i lezetshëm, qeni është i mirë, është i bukur, është besnik, por kur qeni tërbohet, ai nuk pushon së qeni një kafsh me virtyte. Për këtë arsye, duke qenë se edhe lehësit e politikës sot janë tërbuar nga përgjigja që po marrin në terren nga njerëzit, kanë nisur të sajojnë që vota për Kreshnik Osmanin është një votë e djegur, që vota për Lëvizjen Adheu është një votë e djegur, por kjo bëhet me dinakri. Cila është dinakria? Dinakria është që Kreshniku është djalë i mirë, Kreshniku është vërtet djalë i mirë, po si ja japim do të votën sepse ai do të digjet vota për të. Jo, vota për Kreshnikun nuk do të digjet. Vota për Kreshnikun do përkthehet në Tiranë, do të përkthehet në mandat, në atë mandat të cilin ju, lehësit e Berishës, do vini ta kërkoni pas 11 majit dhe nuk do ta merrni. Dakord? Sepse ne do ta marrim vetë atë. Jo, nuk ka nevojë stafi për duar të rokitje. Nuk ka nevojë fare, nuk ka nevojë për duar të rokitje. Faleminderit. Vota numër 3, Tirana, Kavaja, Vora, Rogozhina, nuk është një votë e djegur. Vota për të djegurit është e djegur. Pse nuk është votë e djegur? Kreshniku dhe Lëvizja Adheu mund të vinin dhe të bënin një marrëveshje me opozitën, me partinë më të madhe të opozitës, që është Partia Demokratike, por unë do t'ju çmontoj në 2 minuta rrenën e lehësve të Berishës, të cilët janë, përveç se janë mashtrues dhe imoral, janë duke gënyer në mënyrën më të hapur, më të pisët dhe më të poshtër të mundshme. Pse? Unë me të gjithë hatërmbetjet, me të gjitha problematikat, me të gjitha llogaritë aritmetike, mund ta mbyllja njërin sy dhe njërin vesh dhe të bashkoja votat me opozitën,
në këtë rast me Partinë Demokratike dhe t'i godisnim të gjithë bashkë Edi Ramën, sepse unë besoj që Edi Rama është anti-shqiptari më i madh i këtij vendi dhe ai është e keqja e madhe që duhet shporur dhe do ta shporrim më 11 maj këtë të keqe, këtë mas tumoriale që quhet sekti i rilindjes, duhet ta shporrim. Në emër të kësaj shporje, edhe pse unë nuk e besoj që Partia Demokratike është konservatore dhe e djathtë, do të bashkohesha. Përse ne nuk u bashkuam? Përse lehësit e Berishës gënjejnë dhe mashtrojnë që Krishniku është djali mirë, por nuk ja japim dot votën? Ne nuk shkuam me Berishën, sepse Berisha bashkë me Ramën ka bërë një kod i cili nuk i le votat për mua. Pra, këta që kanë shkuar tek lista e Berishës në listën e hapur, do të mbledhin vota për Fredi Belerin, do të mbledhin vota për LSI në Ilir Metës, do të mbledhin vota për Erisa Xhixhon dhe për Tedi Blushin e LSI-s, për Fatmir Mehdiun, për Albana Vokshin dhe për çunin e Fahri Balliut të Zërit Popullit, që më pas u bë demokrat dhe u bashkua me Sali Berishën. Votat e mia unë i kam për vete, i kam për Lëvizjen Adeu, dhe këto janë votat të cilët lehësit dhe pasuesit dhe ndjekësit e lehësve, të cilët kanë qenë besnik, por se tashmë janë shndërruar në lehës të dëmshëm, sepse i ka kapur sëmundja e tërbimit, nga që nuk kanë bërë gjelpërën e duhur, nuk kanë bërë atë shiringën e duhur, kanë kaluar në tërbim. Qeni është besnik, është kafsh e lezetshme, është kafsh e jashtëzakonshme, por tashmë kur tërbohet, pse tërbohet? Tërbimi ndodh për dy arsye: kur humb privilegjet dhe kur nis dhe beson gënjeshtrat e tua. Gënjeshtrat e tua kur nisi beson, ti kalon në tërbim, ose ka një arsye tjetër madhore që njeriu kalon në tërbim, që është kur ti e kupton që nuk ke për të ardhur në pushtet dhe do humbësh zgjedhjet. Dhe kështu kalon në tërbim dhe fillon dhe sajon dhe gënjen. Pra, kodin zgjedhor nuk e bëri Krishnik Osmani. Kodin zgjedhor e bëri Sali Berisha me Edi Ramën dhe e bën që ne të mos kemi mundësi të bashkohemi dhe të bëjmë koalicione. Por si do të bëheshim ne në koalicion me Berishën? Po, do të na vendoste Berisha, do të na jepte një mundësi, edhe atë po ta jepte, për të ndenjur në listë hapur dhe për të mashtruar shqiptarët se do të bëhen deputet. Pse nuk bëhen deputet miku im shqiptar dhe mikesha ime shqiptare, vllai im dhe motra ime shqiptare, përse nuk bëhen deputet ata që janë në listën e hapur të Berishës? Ja ju a tregoj shumë shkurt, sepse ju jeni të zënë me hallet tuaja, me problemet tuaja, dhe nuk i dini ato kulisat e kodit zgjedhor, kodit të ndyrë zgjedhor, të cilin e bëri Rama dhe Berisha për të na vrarë ne, për të na ekzekutuar ne. Një njeri që është në listë hapur të Sali Berishës dhe të Partisë Demokratike ka 0 shans që të hyjë në parlament. Pse? Sepse votat e atyre numërohen vetëm pasi të kenë hyrë 30% të listës së mbyllur. 30% janë 12 deputet, dhe 12 deputetët e listës së mbyllur, asnjëri prej tyre nuk e merr dot vesh se sa vota ka marrë. Pra, zoti Berisha, zonja Topalli, zoti Noka, zonja Vokshi, zoti ky, zonja ajo, ata nuk keni për ta marrë vesh kur se sa vota do të marri secili. Çfarë do të thotë kjo Krishnik? Kjo do të thotë që votat e atyre që janë në listë hapur tek Sali Berisha, ato janë votat e djegura dhe jo votat e Krishnikut. Pse? Votat e Krishnikut, vota me numrin 3 në kutinë e votimit, në listën e votimit, kush voton Treshin në Tiranë, ka votuar vetëm Treshin sipër, mjafton, nuk ka asnjë nevojë për asgjë tjetër, ka dhënë një vot që Krishnik Osmani të shkoj, të marrë mandatin dhe të shkoj në parlament të përfaqësoj ty. Ndërsa vota për atë që është në listë hapur
tek Sali Berisha është vot për 12 të parët që i ka Berisha në listë. Pra, ata që janë në qarkun e Tiranës në listë të hapur tek Berisha janë duke dhënë votën e tyre në emër të dikujt që është në listë të hapur, por matematikisht dhe ligjërisht vota e tyre numërohet për Fatmir Mediun, për Klevis Balliun, për Albana Vokshin, për Edi Palokën, për Erisa Xhixhon e LSI-s, për Tedi Blushin dhe për gjithë antarët me cilën ata kanë bërë koalicion. Lehësve u them që ne do të kishim shumë dëshirë që të bënim një opozitë të bashkuar, por padronët tuaj të dashur lehës e ndaluan këtë mundësi dhe unë nuk kam asnjë mundësi që të vi tek ju të mbledh vota për Fatmir Mediun e Gërdecit dhe për djalin e Fahri Balliut dhe për Albana Vokshin dhe për partinë e Ilir Metës LSI. Dakord? Kështu të dashur lehës, mos i mashtroni më njerëzit, sepse ju do ta merrni përgjigjen me 12 maj kur të fillojnë numërohen votat. Dakord? Dhe mund të keni nevojë për mandatin dhe mandatet e lëvizjes Adheu në 12 maj, mbajeni gojën, qepeni, ju kërkoj ndjes, qepeni halen, mbylleni gojën, arom qelbur tuajën, sepse shqiptarët nuk mashtrohen më. Një çdo vot për listën e hapur të Berishës është vot për ata hajdutët që janë fshehur tek lista e mbyllur. A dini pse? Sepse kodi zgjedhor thot 30% që i listës është i mbyllur. Dhe a dini ju të dashur shqiptar që votat e listës së hapur fillojnë e numërohen vetëm pasi të kenë hyrë 12 të parët në deputet. Pa hyrë 12 të parët e listës, nuk hyn të tjerët. Ky është argumenti më i madh që tregon se lehja juaj e porositur, se Kreshniku është djali i mirë dhe se mund prodhon mandat deputeti. Votoni Treshin masivisht. Nuk kemi linja po na shkëputet dhe unë do ju përshëndes. Votoni numrin 3 masivisht. Në Shqipëri, në Tiranë, në të gjithë Shqipërinë. Lehësit e Berishës i përshëndes dhe u them mos guxoni të lehni më se do t'ju duhet mandatit e lëvizjes Adheu në 12 maj dhe nuk keni për t'i marrë. Sepse keni lehur, sa më shumë ta shtoni dozën e lehjes, aq më shumë do të refuzoni. 1. Ju ka mbaruar vaj. 2. Nuk vinin pushtet. 3. Rama dhe Berisha bëjnë fushatën e tyre të fundit. Lehësit e PD-s dhe të PS-s, antarët e sektit që kanë mall për hajdutërinë dhe duan të kthehen pushtet. U themi se votat për ju janë të djegura. Ne jemi ardhmja të cilën ati juaj politik nuk e ndalon dot. As majtas, as djathtas. Merrni miq tuaj në telefon nga gjithë Shqipëria. Kemi edhe 17 ditë për të votuar Treshin në Tiranë, për të votuar Treshin masivisht në Tiranë. Merr një mik në telefon, 2 miq, 3 miq dhe kërkoja votën, sepse vota për lëvizjen Adheu me numër 3 në Tiranë prodhon mandat. Votat për listën e hapur të Berishës shkojnë për hajdutët që janë fshehur tek lista e mbyllur. Ju përqafoj gjithëve, votoni Treshin, edhe ju diaspora, votoni Treshin në Durrës tek Albani, tek Blerina, në Berat tek Iliri, në Korç Ilir Borova, tek Nertil Boraj në Fier, tek Eduard Jani në Përmet, tek Nertil Boraj në Vlorë, tek Ilir Përdoda në Lezhë, në Shkodër, në Kukës tek Nimet Darsi, në Albert Mena në Dibër, e kështu me radhë. Mos harroni Treshin masivisht. Votat për Treshin prodhojnë mandate, ndërsa për ata që janë në listë hapur prodhojnë mandate vetëm për hajdutët që janë në listë mbyllur. Përqafime për gjithë, mbarësi për gjithë, kemi edhe 17 ditë. Lehësit, kujdes, mos gënjeni, mos mashtroni shqiptarët, sepse do të merrni një goditje fatale në 11 maj. Përqafime për gjithë, edhe për lehësit dashamirës, edhe për lehësit urrejtës.
do të kaloj gjithçka, do ta përjetoni me dhimbje, por nuk kemi ç't'ju bëjmë. Kështu vinë ditët, kështu janë ciklet, disa mbarojnë ciklet e tyre, njerëz të ri hyn në lojë. Kjo është jeta. Paq, dashuri, respekt dhe mirësi. Roft Shqipëria e lirë dhe e mosvarme, e çliruar nga establishmenti hajdut 34 vjeçar. Natë e mirë gjithëve, shpërndajeni videon masivisht ku të mundeni, dhe ju që do ta ndiqni këtë video të ritransmetuar në YouTube, sepse nuk do të kem mundësi të bëj live nga zyra sonte, ju lutem, na komentoni, na jepni mendimet tuaja, na jepni kontaktet tuaja, na jepni sugjerimet tuaja për 17 ditët që kanë mbetur. Mbështeteni lëvizjen Adheu duke e shpërndar masivisht këtë video. Mbështeteni lëvizjen Adheu tek linku GoFundMe që do ta gjeni te komenti i parë i pinuar, dhe na kontaktoni për çdo lloj koordinimi, bashkëpunimi, që të rrisim numrin e dyerve që do të trokasim në këto ditë që kanë mbetur. Natë mirë për gjithë dhe ju përshëndesim nga natyra. Udhifshi shëndosh e mirë deri në moment dytë të afërt që do të jemi bashkë në transmetim. Uroj të jeni mirë bashkë me dashurit tuaj. Natë mirë.